Kemi një varrezë masive në fshatin Kallundër të Zubin Potokut, u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm grupi intelektualëve në Mitrovic. Janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Janë 1.047 fëmijë të vrarë. Për shumë familje lufta nuk ka përfunduar. Dje në fshatin Kallundër, në komunën e Zubin Potokut, kanë nisur gërmimet në një lokacion ku dyshohet që ekziston një varrezë masive. Në terren janë angazhuar ekipet e policisë Kosovës dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e EULEX-it. Ky fakt na kujton se për shumë familje lufta nuk ka përfunduar, përderisa ende nuk janë gjetur personat më të dashur të tyre. Për qindra familje pritja vazhdon. Për to çdo gërmim është shpresë. Çdo identifikim është një hap drejt së vërtetës e drejt drejtësisë. Derisa këto gërmime janë rezultati punës së institucioneve tona, mosbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë, është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin ton gjatë luftës së fundit. Andaj e përsërisim thirrjen ndaj faktorëve ndërkombëtar të shtojnë trysnin ndaj Serbisë që mes tjerash të ndryshohet vendimi për klasifikim 30 vjeçar deri në vitin 2044 dhe të hapet arkiva e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë. Dyshimi ynë i menjëhershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve, 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualëve në Mitrovic. Ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por ky ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm. Sidoqoftë duhet t'i presim organet tona që të na tregojnë se për çfarë bëhet fjalë atje, por duket që kemi një varrezë masive në fshatin Kallundër të Zubin Potokut, që është një komunë në veri të Ibrit, që ka qenë zonë pa shqyrtuar më herët. Pra bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve përkitazi me zbardhjen e fatit të pagjeturve. 1998, 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Secili numër na flet për të dashurit tonë që na u vranë, familjet që u shkatërruan, dhe mungesën e mallin të cilën e ndjejmë edhe sot e kësaj dite. Veçanërisht e rëndë është pesha e krimeve të kryera ndaj fëmijëve. Raporti dokumenton se në grup moshën nga 0 deri në 17 vjeç janë 1.047 fëmijë të vrarë, 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa ende nuk dihet për fatin e vendodhjen e 100 fëmijëve të zhdukur me dhunë. Vrasja e mbi 1.000 fëmijëve, përtej se qeni statistikë tragjike, është plagë e thellë e shoqërisë sonë. Është akuzë përhershme kundër barbarisë së luftës dhe detyrim për shtetin tonë që e vërteta të dokumentohet, drejtësia të kërkohet dhe kujtesa të ruhet. Të dhënat tregojnë gjithashtu intensitetin e jashtëzakonshëm të dhunës, të krimeve të luftës, të krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit gjatë pranverës së vitit 1999. Gjatë muajve mars dhe qershor të atij viti, u vranë 9.948 njerëz, që përbëjnë rreth 81.3% të gjitha viktimave të dokumentuara në këtë raport, e pra numri i gjithëmbarshëm i të cilëve është 12.230. Ky fakt flet vetë.
dëshmon për tmerrin që përjetoi popullsia civile gjatë fazës kulmore të luftës. Këto shifra, këta njerëz të dashur që na uvron, na obligojnë që kujtesa të mbahet e gjallë dhe e fortë, kurse drejtësia të mbetet kërkesë e pandërprer.